Mikena, pse kur më ndodh diçka mërzitem shumë dhe nuk mundem me largu mërzinë time. Mike e dashur, duhet kuptosh në radhë të parë që secili njeri, edhe unë, nëse më ndodh diçka që nuk është në rregull apo nuk jam me pajtimit, edhe mu më trondit ndoshta për momentin apo më mërzit, por unë e kam mësu veten time, e kam mësu trunin tim që e lejoj dhimbjen, nëse e kam një dhimbje, do më thënë e lejoj në çfarë do lloj teme tjetës time, por unë besoj që gjithë shka ndodh për mu. Do më thënë, vujtjen ne e vendosim vetë, dhimbja është që na ndodh diçka dhe ne nuk mundemi me e kontrollu. Dikush na bën një padrejt, na bohen gjona që nuk janë, do më thonë, në rregull dhe ne e dim që nuk është ashtu, po persona ka që janë shumë në ego apo nuk punojnë me veten e vet dhe na lëndojnë dhe na mashtrojnë ndoshta apo ku ta di unë se qa, dhe normale është që ne tronditemi, mërzitemi dhe kemi dhimbje, por është shumë e rëndësishme që ne ta marrim këtë dhimbje, ta pranojmë, do më thënë ta lejojmë të flasim me një person apo me dy, por jo me shumë persona, sepse sa herë që ju e bisedoni diçka që nuk ju pëlqen, ju ktheheni përsëri në këtë ndjenjë. Do më thënë, ima vida, si kur i thuhet në gjuhën gjermane, ju çdo herë ktheheni në këtë emocion. Prandaj, lejojeni atë ndjenjë për momentin, thuj, okay, ky person ma ka bo këtë pa drejt, në rregull, po e kuptoj, po e lejoj, po e ndjej dhe po ja jap vetes time atë kohën që të inatosem dhe të them, ky i poshtër apo ku ta di unë, do më thonë se ju se si e përpunoni atë emocion, por pastaj lejoje atë emocion të largohet nga ti dhe ti thush vetes, ta mësosh trunin që kjo po ndodh për të mirën time, edhe pse unë nuk po e kuptoj tani për momentin, edhe pse unë nuk po e shoh për momentin ku është ajo e mira, por ju betohem, nëse ju e programoni trurin dhe ne mundemi që ta programojmë trurin ton, sepse sikur e kemi programu nga prindrit, nga familja, nga rrethi, nga televizori, nga mësuesit, ne mundemi që ta programojmë trurin ton në atë mënyrë që neve na përshtatet dhe neve na bën mirë. Pranoje atë dhimbje, por mos vuj, sepse vujtja është sa herë vendim. Të përshëndes dhe uroj që të ka ndihmuar kjo video.